Shkojmë spak me Arsenin. Arsen, përshëndes. Përshëndetje Aida, pas një seance maraton të pyetje përgjigje ndaj prokurorëve të SPAK dhe ekspertit IT-s Genti Progni, sot është radha e ish drejtueses së Akshit, zonjës Mirilinda Kërçanaj, e cila për të tretën herë paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ndërsa më herët ajo është pyetur si person në dieni për rrethanat e hetimit, çka tashmë deklarimet e saj janë publike, dhe pas një interviste në media, sot është radha që ajo të ripyetet si person ndaj të cilit zhvillohen hetime, jo më në person në dieni. Ajo çfarë ka ndryshuar në këto javë ditë edhe pas vendimit të gjykatës së lartë është se më në live ka mundur të mësoj Mirilinda Kërçanaj, nuk ka më studion ligjore Beci, por ka një tjetër studio avokatie, siç duket edhe në pamje shoqëruar nga avokatja, paraqitet në prokurorinë e posaçme. Do të pyetet sot, a ka diçka shtesë për deklaruar, ndryshe nga që tha në media ku ajo nuk është pyetur për gjithçka di, sot është radha që zonja Kërçanaj të japë përgjigje për interesin që mund të kenë prokurorët. Kjo fletëthirrje, siç ka mësuar më në live, është firmosur sërish nga prokurorët Altin Dumani dhe Bledar Maksuti në vijim të hetimeve për të konsideruar në aferën Akshi, e cila vijon të jetë e hapur. MCN ka raportuar zhvillimet dhe detajet e dosjes, ku ka të përfshirë, siç rezulton në aferën e 10 milion euro fatura fiktive për çokolada biskota një drejtor tatimesh, po ashtu rezulton që ka e të tjerë personazhe, do t'jenë këtu me radhë për t'u pyetur dhe ripyetur nga persona në dieni edhe persona ndaj të cilët zhvillohen hetime, ndërsa është fokusuar SPAK dhe BKH edhe në gjurmimin e parave, transaksioneve dhe aseteve, të cilat dyshohet se janë më tepër se sa 40 milion euro sekuestruara 2 javë më parë dhe pritet që të ketë një tjetër vendim sekuestro. Po ajde. Tani, ideja është kuptojmë dhe diçka që kanë gjallur më javë debate. Se kjo është procedurë, pra shkuarja në SPAK dhe Shmit do t'jenë pjesë, besoj që do t'a shoqërojnë derisa të mbyllen hetimet. Por dalja në media, Arsen, ka ngjallur mjaft reagime. Çfarë dua të them me këtë? Nuk po kërkoj një analizë të tipit që duaj apo s'duaj, sepse i përket avokatëve, i përket vetë zonjës në fjalë. Por debati që tashmë gëlon edhe që është pjesë e analizës është, a lejohet kur ti je në hetim, pra dhe të është komunikuar, je në akuzë, që të kesh dalje të tilla dhe ku ndahet, ku është vija e kuqe, pra sa i takon asaj se çfarë mesazhesh jep ose çfarë mund të deklarosh ose të zbulosh mediatikisht. Sepse duam s'duam ne, Kërçanaj është personi më i përfolur. Sot për sot sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur me dosjen Akshi. Pra lejohet, ose lejohet? Nuk ka një vit të kuqe, ka vetëm një vendim gjykate i cili e mundson apo e pamundson intervistën publike, pranin në media, apo gjithçka. Secili njeri për aq kohë sa jetojmë në një sistem pluralist, ka të drejtën e tij të fjalës të garantuar në kushtetut. A e ka mundësinë të jetë në media apo jo? Kjo është zgjedhje, por ligjërisht nuk ka asnjë vendim gjykate që pamundson zonjës Kërçanaj komunikimin me publikun nëpërmjet mediave apo qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale. Ajo ka zgjedhur median, ndaj saj nuk ka asnjë masë sigurie kufizuese dhe masa që ishte e arrestit në shtëpi është hequr pas vendimit të gjykatës së lartë, i cili ka vendosur detyrim paraqitje dhe ndalimin e daljes së shtetit vetëm me pëlqimin e gjykatës dhe të prokurorisë. Pra, ligjërisht intervista është krejt korrekte. Përmbajtja e saj, pyetjet apo deklarimet është zgjedhje personale e secilit person që vendos të flas, është në hetim, është i dyshuar, për aq kohë sa nuk ka dhe një vendim të drejtësisë të formës për prezumimi i pafajësisë prevalon mbi të gjitha versionet, por zonja Kërçanaj sot do të pyetet si person ndaj të cilit zhvillohen hetime. Kjo është arsye që shoqërohet edhe me avokatën e saj. Kuptoj. Nuk e di çka ka ndodhur më herët, flet pas daljes nga SPAK-u Kërçanaj apo është rezervuar? Në 3 pranit e saj këtu, qoftë edhe në gjykat, por qoftë edhe në prokurorinë e posaçme, në përfundim të seancave gjyqësore, por e deklarimeve, ajo nuk komenton praninë e saj, nuk jep një përgjigje, gjithsesi do të jemi edhe sot për ta pyetur nëse ka diçka për të thënë, duke padur edhe më shumë media nga ç'kishte në intervistën e dhënë pak ditë më parë. Por gjithsesi është zgjedhje e saj, ajo çka mund të konfirmojmë është se zonja Kërçanaj në këto momente është përgjigjur një fletëthirrje si person ndaj të cilit zhvillohen hetime. Dhe jo vetëm hetime për dyshimin e një vepre penale ndaj të cilës SPAK kërkoi një masë sigurie, por edhe ndaj
Dyshime penale për sa i përket pasrimit të parave, shpërdorimit të detyrës, por edhe fshehjes së pasurisë. Ndërkohë, dje po në kuadër të dosjes Akshi ishte edhe Gent Progni. Kemi mësuar diçka për prezencën e tij? Në të njëjtën mënyrë siç ka ndodhur sot, edhe ai është përgjigjur një fletëthirrje të dy prokurorëve Dumania e Maksuti. Në përfundim të seancës, ai dha disa shpjegime për media, duke thënë se mund të jem pyetur edhe si kallëzues, por edhe si person në dieni, pasi kujtojmë këtu që në vitin 2023, në dhjetor 2023, zoti Progni bëri kallëzimin penal për aferën Akshi, duke përmendur disa prej kompanive të cilat sot janë në hetim dhe në sekuestro preventive, si njohësi fushës apo i aktivitetit Akshit ndër vite, mund të ketë pasur përgjigje me interes për prokurorinë e posaçme, çka le të kuptohet edhe prania e tij me orë të gjata në këtë institucion. A do të jetë e njëjta situatë sot kur zonja Kërçanaj do të qëndrojë me orë të gjata, ne do ta ndjekim për të kuptuar edhe për të marrë një reagim të saj. Cilat janë pyetjet ndaj zotit Progni apo përgjigjet që ai ka dhënë, është shprehur se për shkak të sekretit hetimor ai respekton vendimin e firmosur përballë prokurorëve që nuk do të bëj publik asnjë prej pyetjeve, po edhe përgjigjeve të dhëna. Ndërkohë kujtojmë që Progni është personi që ka bërë padin për çështjen e atendeve çokoladave, pra të ëmbëlsirave, herët në fakt. Kështu që betet për të parë se çfarë realisht mund të jenë, pra si do të jenë hetime dhe se si do të devijohet më tej. Mirë Arsen, unë të falenderoj nëse s'ka diçka tjetër sa i takon edhe momenteve të tjera që lidhen me SPAK-un. Do t'jemi sërish besoj së bashku, nëse mësojmë diçka më shumë.